Klodiana Gjini, një nënë e re, rrëfen dhimbjen që përjeton çdo ditë për vajzën e saj 9 vjeçare e cila vuan nga talasemia. Ajo dhe bashkëshorti i saj janë bartës të këtij geni, por siç tregon vet, gjatë kontrolleve rutinë, mjekët e neglizhuan duke bërë që fëmia të vuajë sot pasojat. Gjatë shtatzanisë dhe gjatë lindjes nuk e dija, por që analizat i kisha bërë, pavarësisht se ishe 1% e vogël, ndoshta doktori e neglizhoi. Ishim bartës, po. Të dy, burrë e grua? Po, të dy. E zhgënjur, ndihem, është diçka që mund të ndalohej në kohë dhe nuk ndodhi. Ndodhi ajo që ndodhi dhe pasojat i vuan fëmia, më shumë se sa prindi. Nënat e reja të sigurohen mirë para se të ndërmarrin që të sjellin në jetë një fëmijë, të bëjnë analizat, të sigurohen mirë ku t'i shikojnë analizat, që të informohen se çfarë duhet të bëjnë. Ndërkohë mjekët pohojnë se ndërgjegjësimi ka ardhur duke u rritur dhe se numri fëmijëve që lindin me talasemi në vend është reduktuar ndjeshëm, fal analizave gjenetike dhe këshillimit të çiftit para shtatzanisë. Sot në vendin ton, ashtu sikurse edhe në botë, fal politikave të shtetit shqiptar, të gjithë strukturave shëndetësore, ne kemi arritur të minimizojmë të regjistruarit e rinj me këtë sëmundje. Pra, parandalimi ka funksionuar, çiftet e reja janë të informuar dhe depistohen për situatën gjenetike që ata kanë dhe gjatë 2 viteve të fundit ne pothuajse jemi drejt zeros së lindjeve të fëmijëve me talasemi. Sot më 8 maj shënohet dita botërore e talasemisë që i kushtohet rritjes së ndërgjegjësimit mbi këtë sëmundje të trashëgueshme të gjakut që prek miliona njerëz në mbar botën.